edhe 4 vota dhe mund të përfshijë aty dhe ndryshime dhe sa i përket pezullimit të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Pra, nëse një gjë e tillë do të miratohet, ajo do të jetë pjesë e kodit të procedurës penale. Por sa i përket impaktit, pastaj impakti politik apo impakti që do të japë do jetë një impakt jo i favorshëm për majorancën, pavarësisht se do jetë detyrim ligjor, por impakti që do japë në publik dhe te faktorët ndërkombëtar do të jetë ai që majoranca nëpërmjet forcës kartonit do të përfshijë në kodin e procedurës penale një pjesën e pezullimit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave që nuk është një nga garancitë që kërkon kushtetuta sa i përket ministrave. Zoti Azita, si e vlerësoni ju këtë nizëm të majorancës? Ishte propozim sot i kryeministrit, por më pas të gjithë mekanizmat e tjerë të majorancës do të vijnë në lëvizje për të shkuar në këto ndryshime, do të garantojnë pavarësinë e ekzekutivit edhe legjislativit, thaj gjatë ditës së sotme, pasi përfundoi edhe mbledhja e grupit parlamentar. Në vlerësimin tuaj, ka nevojë për këto ndryshime dhe nëse majoranca do t'i kryente sepse i ka votat e mjaftueshme, çfarë efekti do të kishte? Ndonjëherë tabloja duke shumë qesharake, në kuptimin e nismave që merr Këshilli i Ministrave apo kryeministri tani për ndryshimet të kodit të procedurës penale në 242 dhe me radhë sa i përket një rivendosje të kritereve apo kritereve midis të qenërit ministër edhe të qenërit i zgjedhur. Do ndryshim që do ketë kodi i procedurës penale, mendoj që Komiteti Ndërkombëtar nuk do ta pranojë së pari. Së dyti, numerikisht numrat krijohen, nuk ka ndonjë problem në kuvendin e Shqipërisë. Kur ke 83 mund vesh edhe 90. Merren, nuk ka treguar që Republika Parlamentare në Shqipëri ka funksionuar, ka krijuar zgjerime të numrave kur ka pasur interese sa në mënyrë të përhershme. Ajo çka kryeministri sotëm edhe majoranca e sotme nuk ka kuptuar ose nuk do që të kuptojë, është që në mënyrë të hapur ajo ka dëmtuar interesat e vetë të zonës Ballum, duke bërë kërkime apo ankime në gjykatën kushtetuese. Do ishte me vlerë shumë të madhe se vetë zonja Ballum në pozicionin e subjektit, që është në ndjekje penale, t'i drejtojë vetë gjykatës kushtetuese mbasi konsumon të gjithë shkallët e gjykimit dhe nuk do kishte asnjë lloj probleme majoranca në raport me masën e sigurimit apo kufizimet që ishin trajtuar asaj. Së katërti, tablo e paraqitet e tillë e nderuar. Shpejtësia tashmë nuk është më V0 kundër majorancave absolute, ka kaluar shpejtësinë V0. Në makina e ka marrë shpejtësinë, ka vajtur te 100 km/h dhe nuk mund ta frenosh këtë lloj gjëje, qoftë nga institucionet e krijuara rishtas nga 2016. Prandaj nuk është lexuar reforma në 2016, nuk e ka lexuar ata. Ta mjaftojnë që të jenë servil ndaj instrumenteve ndryshme ndërkombëtare dhe harrojnë që brenda rreshtave ka dhe kufizime. Kështu që kjo shpejtësi e kufizimeve të miratuara në 2016 padyshim do japi pasojat e veta. Nuk kam freno ta mbajtë, ka marrë gas makina. Ka ecur, po ecën makina. E dukshme. Kjo ishte përgjigjja ime. Ndërkohë, Komisioni Evropian, sikur unë e përmenda, pas interesimit të medias, ka kërkuar sepse duket se majoranca do të lërë pezull, do të ngri për një farë kohe dhe kërkesën që ka bërë SPAK për heqjen e imunitetit të zonjës së Balluku. Komisioni përbëhet nga 10 anëtar, Këshilli për mandatet e imunitetit të rregulloren, 5 i takojnë majorancës, 5 i takojnë opozitës, e cila vazhdimisht Partia Demokratike ka theksuar përmes drejtuesve të saj se duhet të ishte mbledhur dhe të kishte dalë në një vendimmarrje. Çfarë po ndodh, si e shihni ju këtë qëndrim të kreut të ekzekutivit? Nga njëra anë propozon ndryshimet menjëhershme për të mbështetur zonjën Balluku, numrin 2 krahun e tij të djathtë, nga ana tjetër, po për ta ruajtur imunitetin e saj, pezullon mbledhjen dhe një vendimmarrje të Këshillit të Mandateve. Ligjërisht këto dy çështje nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Kërkesa apo vendimarrje lidhur me masën e sigurimit pezullim nga detyra është një çështje që nuk ka asnjë lloj lidhje me kërkesën për
autorizim për caktimin e masës sigurimit arrest në shtëpi apo arrest në Patjetër, i burg. bashkon thjesht subjekti. Është zonja Balluku në të Nuk kanë asnjë lloj ndikimi tek njëra tjetra, sepse nëse gjykata kushtetuese do ishte shprehur për pranimin e kërkesës apo anasjelltas, kjo nuk ndikon fare tek shqyrtimi i kërkesës që prokuroria posaçme ka sjellë përpara kuvendit. Unë nuk jam gjendje dhe analizën pjesën politike sigurisht e bën zoti Nestori më mirë, por për sa i përket pjesës procedurale apo le të themi ligjore, rregulloria e kuvendit nuk është se ka afate brenda të cilit duhen shqyrtuar kërkesat caktuara. Dhe kjo ka vetëm një parashikim, më saktë ky me analogji sa i përket shqyrtimit të projekt ligjeve, ku rregulloria thotë që nëse nuk shqyrtohen kërkesat brenda një afati 3 mujor, atëherë automatikisht konsiderohen si të rrëzuara. Dhe besoj që njëjta analogji aplikohet edhe në rastin kur Këshilli i Mandateve nuk shqyrton një kërkesë të caktuar. Tani në këndvështrimin tonë sigurisht po flas jurist. Për sa kohë prokuroria e posaçme ka një kërkesë të tillë, kuvendi duhet të japë një përgjigje. Pavarësisht përgjigjes që jep. Pra, pa diskutim mund të ketë bazuar në... E pranon apo nuk e pranon? E pranon apo nuk e pranon në çështje tjetër, që mund të jetë bazuar në provat, në faktet, në qëndrimin edhe eventualisht të kuvendit që mund të jetë diskutueshëm që për cilat raste duhet të lejohet arrestimi, qoftë arresti në burg apo qoftë arresti në shtëpi i një qoftë deputeti apo ministri. Kështu që në këtë këndvështrim duhet të ketë një përgjigje dhe përgjigjja duhet të jetë sa më e shpejtë. Sepse çështja e mosshqyrtimit nuk është përgjigje në asnjë rast. Pra ti jep një përgjigje, thuaj nuk qëndrojnë këto shkaqe, nuk lejohet autorizimi, apo qëndrojnë dhe jepet autorizimi. Pra duhet të ketë një trajtim sa më të shpejtë për t'i dhënë një përgjigje, një situate ligjore dhe procedurale. Se po mban këtë qëndrim kryeministri i Mazhoranca Socialiste zoti Nestori? Spari, do të thënë, lidhur me këtë, çdo jurist i cili bën interpretimin e vet ligjor në gjitha rastet, sepse nga që kemi dy qëndrime të cilat janë pothuajse antagoniste me njëra tjetrën, si edhe për çdo çështje tjetër në gjykohet politikisht. Kështu që në këtë kuadër edhe ju na keni hyrë ke pjesa politikës, mos kujtoni se nuk komentojnë kështu, domethënë për anësit këtej apo andej. Por ajo që duhet të them është tjetër gjë, që realisht ne kemi një në element i cili shpesher nuk ka zënë vend studio fare. Ne merrem me interpretimin për çështjen e pezullimit zonjës Balluku. Merrem me çështjen që ka vajtur për Këshilli i Mandateve në prokurori. Por ne ende nuk kemi asnjë prononcim nga zonja Balluku. Nuk dim ende një qëndrim të saj se si e shikon ajo veten. Le të veheshtja. Ndryshe do të kishte folur me tërheqje që në kryet herës. Pra, në gjitha rastet do të kemi një prononcim. Prononcim si shikon vetëm, fajshme, pa fajshme, gjysmë fajshme. Pra, në një farë mënyre, aq më tepër njëri që është politik, patjetër duhet të ketë një prononcim se ka për detyrim edhe elektoratit të zgjedhësve të tjerë. Dhe në këtë kuadër ne kemi pasur një heshtje e cila realisht nuk mund mbulohet me mbrojtje që mund bëj kryeministri apo gjithkusht tjetër. Ky është një detyrim i cili padyshim që duhet ta bëjë. Si lexoni ju këtë heshtjen e Ballukut? Realisht heshtja në vetvete kërkon më tepër, unë e kam arsyetuar me faktin me pikërisht që të kalonte nëpërmjet procedurave të shtyje sa më shumë dhe kërkon të fitoj kohë. Për mos nxitur as opinion publik as për as kundër dhe që të ishte një proces i cili mund të shtyhej në kohë, që e bënte të lodhshëm procesin dhe që u jepte kohë atyre që e kërkojnë këtë kohë. Duhet ta themi. Por në të gjitha rastet vjen një moment që duhet të shpresh. Vjen një moment që edhe politika duhet të shprehet. Dhe në këtë kuadër mendoj se dyja palët nuk e shprehur. Të dyja palët kanë bërë retorik politike në interes të vetes vet, në interesave madje edhe të ngushta të tyre, por që t'i përgjigjen realisht me një lloj transparence vetë opinionit publik dhe për qëndrimet qarta të secilës palë, se unë shikoj që ka edhe brenda opozitës ka qëndrimet ndryshme me një diapazon ndoshta edhe antagonist të figurave ndryshme brenda vetë opozitës. Qëndrimeve që edhe kanë. Për shumë ndryshe është Bardi, ndryshe dikush tjetër.
Dhe unë dita lexoj këtë gjë. Isha të në emër të grupit parlamentar, prandaj është po bërë thirrje vazhdimisht mazhorancës që të mblidhet Këshilli për mandatet i Komunitetit Prandaj po them,